Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Do bëjmë një mesazh për ju. Dhe për çudi të dashur, kjo ishte mesazhi i peshorës, harmony, por që përmbajnë mesazhe pak më të ndryshme nga njëra tjetra. Nëse ka të thotë, mund të jeni në lidhje, në një afërmitet me ndonjë peshor të dashur Akrepër. Për shpjegimi i kësaj, këtu është vetëm harmonia, këtu është me persona për vetës. Kultivo marrëdhënie të harmonizuara. Përkthimi, por çfarë pasqyron? Kjo letër të kujton që marrëdhëniet e shëndetshme nuk ndodhin rastësisht. Ato ndërtohen me përkujdesje, mirëkuptim dhe dashuri. Kjo letër të fton të jesh i e vetëdijshme për energjinë që sjell në familje, shoqëri apo partneritet. Ndonjëherë vetëm një prani e qetë dhe një fjalë e mirë mund të rikthej harmoninë në një lidhje. Dhe ta mbani apo ta keni parasysh. Ilustrimi apo çfarë si e kam pasqyruar, një grup njerëzish të ulur pranë njëri tjetrit, pranë një ekrani përçon ndjesinë e bashkëjetesës, pranisë dhe thjeshtësisë e momenteve të përbashkëta. Harmonia shpesh ndodhet në gjërat më të vogla dhe është më e vogla, më e bukur. Mos e merr për të mirë qenë afërsi. Pranoje, kultivoje dhe ushqeje me mirësi të dashur Akrepër, sepse aty ku ka dashuri ka paqe, aty ku ka paqe lulëzon çdo lidhje. Do të kemi kujdes në gjërat me partnerin, me miqt, me familjen, çdo gjë mos i marrim të mirë qenë, çdo gjë kultivohet, punohet absolutisht për një harmoni të tillë. Pra, të kujton që marrëdhëniet e shëndetshme nuk ndodhin rastësisht, por vërtet investohet në to, të dashur Akrepër.